Kriza ekonomike po prek bizneset e Shkodrës, ndërsa më të rrezikuarit janë familjet që mbahen fal punësimit në shumë kompani apo firma private. Fasonistët janë të parët që deri më tani kanë përjetuar efektet e krizës. Për këtë flet edhe falimentimi shumë bizneseve të tilla, për pasojë 600 vetë zyrtarisht kanë humbur punën. Situata vështirësohet edhe më shumë kur bëhet fjalë për çmimet dhe kur bëhet fjalë për ato që punojësit tanë, pak nga frika se do të shkurtohen vendet e punës, pak nga ajo që çdo ditë janë të detyruar të paguajnë më shumë një mall apo një konsum të caktuar. Dhe kjo tregon më së miri që kriza ka përfshi dhe po bëhet një problem jo më i 2-3 bizneseve, por i krejt realitetit shqiptar. Të investojë më shumë në ekonominë reale, të investojë më shumë pranë kompanive, të cilat kanë nevojë për inovim të teknologjisë, kanë nevojë të rrisin kërkim zhvillimi në kompanitë e tyre, kanë nevojë të modernizojnë strukturën, pajisjet, mënyrën e të konceptuarit, në standarde të reja. Përfaqësuesja e komunitetit të biznesit në qytetin e Shkodrës tha se për t'i paraprirë këtyre pasojave, është e domosdoshme që para se të hartohen ligje, strukturat qeveritare duhet të konsultohen me biznesin.